Në shkollën fillore Regj Rushid Zajazi në Zajas, tashmë gati për 3 javë nxënësit nuk po ndjekin mësim në lëndën e matematikës, për shkak të mungesës së arsimtarit përkatës. Këtë e kanë bërë të ditur për televizionin Uskana si prindrit e nxënësve, ashtu edhe vetë shkolla. Sipas burimeve të televizionit Uskana, problemi lidhet me mungesën e pëlqimit nga ana e komunës së Kërçovës për punësimin e një mësimdhënësi të ri, duke i lënë kështu nxënësit pa një nga lëndët bazë në procesin arsimor. Lidhur me këtë çështje, televizioni Uskana ka drejtuar pyetje me shkrim deri tek kryetari i komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski, i cili në përgjigjen e tij thekson: "Më vjen shumë keq dhe konsideroj se në asnjë rast fëmijët nuk duhet të humbasin orë mësimore. Fatkeqësisht për arsye administrative po vonohet punësimi i një mësuesi të matematikës, por më njëherë do të ndërmarr hapa për zgjidhjen e këtij problemi." Megjithatë, pavarësisht këtij premtimi, nxënësit vazhdojnë të mbeten pa mësim në matematikë, duke ngritur shqetësimet e prindrit për zvarritjen e procedurave dhe pasojat që kjo mund të ketë tek nxënësit. Televizioni Uskana do të vazhdojë të informojë në ditët në vijim për zhvillimet dhe zgjidhjen e këtij problemi.